Është një rezultat i pritshëm, sepse diferencët midis dy ekipeve dihen, por për ne ka rëndësi veprimet që i bëjnë vajzat në fushë dhe sepse janë disa ndeshje të lehta që na japin mundësi edhe ne të zbatojmë ato detyrat, të punojmë gjithë javën që vajzat mundohen të zbatojnë disa detyra taktike sepse do na duhen dhe në vazhdimsinë e ndeshjeve që kena më të vështira. Aq më tepër që në këto lloj ndeshjesh na provojmë fusim edhe vajzat të reja, provojmë vajzat të reja që ti kena për vazhdimsinë. Nuk ka diskutim ajo punë sepse na kena thënë gjithmonë vlerat e Megit dihen, ajo kur shënon në ekipin kombëtar me Kroacinë ose me shumë ekipe tjera ose në Champions League, këtu pa diskutim që është numër 1 i futbollit shqiptar dhe golat e Megit janë të pritshëm çdo moment me çfarë do lloj ekipit. Ekipi vllaznisë është ekipi fitues për disa vite me radhë, dihet disnivelet, por gjithsesi ne mundona me bë punën tonë. Objektivat tona i kena të qarta, edhe pse kena 3 javë nga fundi, jena me objektive, me në mesin e tabelës. Grupi i vajzave që kena shpërdit në rritje, janë vajza të reja, mundon e bë maksimumin. Por dihet që rivaliteti përballë vllaznisë dhe diferenca e ekipeve është të tërë në vetë rezultati.